Përshëndetje nga unë Margarita. Sot kam vendosur të flas pak për veten time, cili është prioriteti im, suksesi im personal dhe suksesi im profesional. Prioriteti im në jetë gjatë gjithë kohës ka qenë që unë të jem e rrethuar nga njerëz pozitiv, sepse parimi im në jetë gjatë gjithë kohës ka qenë që unë të jem të kem mundësi të sillem me të tjerët dhe të veproj me të tjerët ashtu siç do doja unë të sillesha dhe të silleshin të tjerët me mua. Kjo më ka bërë që gjatë gjithë kohës të kërkoj të kem për qark njerëz pozitiv dhe të ndihmoj dhe ata që kanë negativitet. Kur unë për qark me gjatë gjithë kohës kam pasur njerëz që më donin, aty e ndjeja veten shumë të suksesshme. Sepse vërtet mund të jesh shumë e suksesshme sot në jetë, në arritjet e tua, në bërjen e shkollave të larta, në arritjen e një bërjes së një biznesi, por të kesh për qark njerëz që të duan dhe të respektojnë, ajo është gjëja më e bukur në jetë. Unë këtu e kam ndjer veten shumë të suksesshme. Do thoni ju, po mirë, ti nuk paske pas për qark teje njerëz negativ, sigurisht që ka pasur, sepse jetojmë në një botë me 3D, ku edhe negativiteti, edhe pozitiviteti është prezent, kështu që duhet të përgatitemi dhe të jemi gati në çastin kur një person negativ afrohet afër nesh. Dhe unë e përgatis veten time duke veshur atë mantelin e pozitivitetit, që t'jem gati kur një njeri negativ të kaloj afër meje dhe të më hedhë ato cirkat e baltës së tij, unë me mantelin tim të jem në gjendje që të mbrohem nga këto cirka balte. Sepse vërtet është shumë e vështirë të jetosh në një botë me njerëz negativ. Gjithsesi, qëndrojmë larg këtyre dhe kur ne ndjejmë veten pak më pozitiv dhe pak më të, si të thuash, të karikuar në bateri, mund t'i afrohemi dhe mund t'i ndihmojmë këta njerëz, sepse edhe këta e kanë të mirën brenda tyre. Suksesi im në profesion. Sigurisht që kam qenë e suksesshme dhe kam arritur majat në profesionin tim si laborante mjekësore. Kam pasur në Shqipëri 3 laboratore, fillimisht hapa një, pastaj të dytin dhe të tretin, sepse isha goxha e suksesshme, unë i trajtoja pacientët e mi njësoj sikur t'ishin njerëz të familjes time. Më mbushte kjo punë, më jepte goxha kënaqësi, më bënte të ndjehesha në një parajs, sepse kudo që shkoja, do kisha njerëz të cilët më tërhiqnin vëmendjen dhe më thoshin: "Hey, më mban mend, ti më ke shpëtuar jetën, ti më ke ndihmuar, nuk të harroj kur." Këto janë fjalë që të ngrenë në qiell, vërtet janë fjalë që të mbushin shpirtin. Edhe pse punoja me orar të gjatë, puna ime më jepte goxha kënaqësi. Në të 3 laboratoret, nga njëri ke tjetri, sillesha me punëtoret e mia si kur ti kisha njerëzit e mi, dhe kam akoma marrëdhënie të mira edhe sot, pse ato kanë ikur dhe unë kam mbyllur laboratoret, ato janë shpërndarë në botë, në Gjermani më shumë, dhe unë kam marrëdhënie të mira dhe flas akoma me to. Këtu në Amerikë erdha sepse u detyrova ta mbyll biznesin tim, ashtu më erdhën rrethanat dhe u gjenda papritur në Amerikë, edhe pse nuk doja të vija. Gjithsesi, unë jam person i guximshëm,
që nuk kam frikë nga asnjë gjë, përshtatem në çfarëdo lloj rrethanash dhe me çfarëdo lloj njerëzish, sepse përpiqem gjatë gjithë kohës të shikoj njerëzit tek e mira e tyre, tek ajo e mirë që kanë të fshehur brenda tyre. Dhe prandaj dhe mbase edhe kjo gjë e energjia pozitive më kanë ndihmuar që gjatë gjithë kohës të rrethohem nga njerëz pozitiv. Sigurisht që do ketë rrethana, por gjithsesi unë përpiqem t'i largohem dhe të mbaj gjatë gjithë kohës pozitivitetin tim. Kur erdha këtu në Amerikë, unë u përpoqa të flisja online, ndërkohë sa më bëshin dokumentat dhe të bëja ndonjë punë online që të mund të arrija të plotësoja nevojat e mia. Por u zgënjeva shumë sepse shumë njerëz, siç e quajnë këtu scam, mashtrim domethënë, më bënin që të pagoja goxha lek online edhe mi merrnin ato lek dhe nuk mi kthenin më. Dhe ishte shumë e vështirë kur unë dëgjova shumë reklama ku reklamohej një platform ku të tregonte se si ti mund të bëhesh një biznesmene online me biznesin tënd personal, ishte i likshëm, ishte i trashëgueshëm, kishte goxha benefite, por unë nuk besoja, ishte shumë e vështirë ta besoja. Prandaj kaloi një vit që unë i dëgjoja, fliste njëra, fliste tjetra, më shpjegonin, nuk më mbushte mendjen asnjëra, isha shumë skeptike. Gjithsesi një ditë qelloj që e pash përsëri reklamën, po këtë radhë nga mentorja ime, dhe ajo me shpjegimin e saj më mbushi shpirtin. Ishte vërtet ndoshta çasti që ne themi që e kishim programuar dhe që duhet të ndiqnim këtë rrugë. Aty u futa, lexonte Lërmor, u futa dhe lexova dhe dëgjova të gjitha videot që ajo kishte brenda në reklamën e saj dhe aty gjeta veten time. Më prekën thellë ato video që pash dhe nuk hezitova më as pak, as ta merrja në telefon atë, as ta pyesja dhe të më shpjegonte më direkt. Aty paguhesh një $149 dhe unë nuk hezitova, direkt vendosa dhe e pagova, sepse ishte një garanci ku thoshte që ti lekët i merr mbrapsht në qoftë se nuk të pëlqen ajo që ti do shikosh. Kështu që e pagova dhe ndërkohë mu përgjigjen me shumë korrektësi njerëzit e platformës, më shpjeguan, u lidha me ta, u futa në komunitetin e tyre, e ndjeva veten si në familjen time, më ndihmuan se aty kishte goxha program të automatizuar që të ndihmonte që të mësoje se si ti ta krijoje biznesin tënd dhe se si ti të ishe e suksesshme në këtë biznes. Sepse nuk isha lidhur ndonjëherë me kompjutera, me Facebook, me këto. E kisha, por nuk i përdorja. Por paska Facebooku dhe rrjetet sociale, paskan kaq shumë gjëra për të mësuar sa asnjëherë nuk ndalon. Unë vazhdoj akoma mësoj, se ka akoma gjëra që ti duhet ti mësosh që të jesh e suksesshme. Kështu që arrita të kem atë fleksibilitetin tim të punoj nga do dhe mos të ngucem dhe të punoj me atë frikën se do punoj në laborator tani, unë ika nga turnet, të kthejmë përsëri tek turnet, ishte një tmerr i madh, sepse vërtet ai që e ka provuar turni është shumë i lodhshëm, jashtëzakonisht i lodhshëm. Por këtu në gjeta veten time sepse fleksibiliteti më bëri që unë të punoja me aq orë sa unë doja, të punoja
aty ku unë doja, ta merja me vete ku do që unë isha punën time apo zyrën time, si mund ta quajmë kështu në thonjza. Dhe pash që vërtet ishte diçka që mua më bëri të ndjehesha shumë e suksesshme dhe ndjej ndonjëherë që kam arritur biles më shumë se me laboratorin, sepse atje me biznesin tim në Shqipëri me laboratorin vërtet i ndihmoja njerëzit dhe më mbushte nga ana shëndetësore, i ndihmoja që ata të bëheshin mirë, por edhe këtu i ndihmoj, vërtet jo nga ana shëndetësore, gjithsesi jap këshilla sepse njohurit i kam, por i ndihmoj dhe nga ana shpirtërore, sepse unë mbushem me energji nga çdo program, nga çdo temë që krijojmë nga programi këtu, mbushem dhe këtë energji dua t'ja shpërndaj edhe të tjerëve, dua që edhe të tjerët të kuptojnë që vërtet këtu ka dritë dhe këtu vërtet ju nuk do mashtroheni dhe nuk do gënjeheni, sepse nuk është skam, se po t'ishte skam, kjo ne nuk do dilnim as me figur, as me zë, dhe nuk do të regonim emrin ton të vërtet si të fshihen ata që duan të mashtrojnë. Nuk dalin asnjëherë dhe nuk e tregojnë asnjëherë emrin e tyre të vërtet. Kështu që prandaj dhe jam e lumtur dhe këtë e quaj arritjen më të suksesshme në jetën time. Këtë muaj unë do doja të ju tregoja sepse kemi një ofertë që të gjitha ata që regjistrohen deri në fund të muajit kanë një rritje dhe një fitim komisioni 4 herë më shumë se ata që futen në hapat e para. Kështu që shfrytëzojeni këtë mundësi. Më merrni në telefon, unë e kam numrin tim të telefonit në Facebook, më bëni ftesë në Facebook që të mund të flasim në Messenger, ose më shkruani info dhe unë direkt do t'ju kontaktoj. Do jem shumë e lumtur dhe shumë e gatshme t'ju shpjegoj me hollësi të gjitha cilësitë e këtij biznesi dhe t'ju ndihmoj edhe juve të bëheni po aq të suksesshme sa jam bërë edhe unë. Mirupafshim nga unë Margarita në videot e tjera. Ciao.